U afrohet njerëzve dita e gjykimit. Allahu i lartësuar thot: po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur nga e vërteta. Surja Anbiya 1. Ibn Kathiri ka thënë: këtu Allahu po tregon se kiameti po afrohet dhe është afër, dhe se njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për të. Domethënë, ata nuk janë duke punuar dhe duke u përgatitur për të. Allahu i lartësuar thot: urdhri i Allahut do të arrijë patjetër, andaj mos e shpejtoni atë. I lavdëruar qoftë ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Surja Nahl 1. Ibn Kathiri ka thënë: këtu Allahu na tregon për afrimin e kiametit dhe se ai është afër. Fakti që është shprehur në kohën e shkuar në arabishten origjinale tregon se është e vërtetë dhe padyshim që do të ndodhë. Në një ajet tjetër, Allahu i lartësuar thot: kiameti është afruar dhe hëna është të qarë. Surja Kamer 1. Këtu Allahu na tregon për afrimin e kiametit dhe kalimin e kësaj bote. Allahu i lartësuar thot: Allahu është ai që ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta dijë ti që ndoshta dita e kiametit është afër. Surja Shura 17. Tirmidhiu transmeton se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: si mund ta shijoj jetën kur mbajtësi i surit apo bririt e ka vënë surin në buzë, e ka përqendruar dëgjimin duke pritur urdhrin për t'i fryrë. Kjo sikur e rëndoi gjendjen emocionale të shokëve të pejgamberit alayhis salam, prandaj ai u tha atyre: thoni, na mjafton Allahu dhe ai është rregulluesi më i mirë i punëve. Tek Allahu mbështetemi. Ahmedi dhe Muslimi transmetojnë se Ibn Mesudi ka thënë: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kiameti do të ndodhë mbi njerëzit më të këqinj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njerëzit e drejtë do të zhduken, fillimisht më i miri, pastaj më i miri e kështu me radhë, dhe do të mbetet byku pa vlerë, si byku i elbit ose hurmave, dhe Allahu i lartësuar nuk do të kujdeset fare për ta. Ahmedi, Buhariu dhe Muslimi kanë transmetuar se Enesi ka thënë: unë do t'ju tregoj një hadith që askush tjetër nuk do t'ju a tregoj pasi të kemi kur unë. E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, duke thënë: prej shenjave të kiametit janë paksimi i diturisë, mbizotrimi i ignorancës, përhapja e zinas. Atë kohë do të ketë shumë gra dhe pak burra, derisa për 50 gra të ketë një kujdestar. Taberani transmeton se Seli ibn Sadi se ka thënë: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: në fund të kohës do të ketë tërmete, shafitje të tokës dhe shndërrim në kafsh ose shpërfytyrim, deformim. Kjo ka për të ndodhur kur instrumentet dhe këngëtarët femra do të jenë të përhapura dhe vera do të lejohet. Të gjitha këto tekste tregojnë qartë se kiameti po afron dhe se shtimi i mëkateve dhe i së keqes është prej shenjave të afrimit të tij. Mosbesimtarët besojnë se kiameti nuk ka gjasa të ndodhë dhe se po zgjat shumë, por fakti i çështjes është ashtu siç thot Allahu. Me të vërtetë, ata e shohin atë, kiametin, larg, kurse ne e shohim atë shumë afër. Surja Marij 6:7. E lutim Allahun që të na ruajë në këtë botë dhe në botën tjetër. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve.